Folumi i gruas i LSDM-s kërkon dorëheqjen e ministrit të punëve të brendshme Pançe Toshkovski pas serisë të tragjidive të lidhura me dhunën në familje dhe dështimet institucionale. Kryetaria e forumit, Kaja Shukova, tha se qytetarët janë në shok dhe të zemëruar pas tragjedisë së fundit në lagjen Karposh të Shkupit, ku jetën e humbën një nënë dhe vajza e saj e mitur. MPB-ja e Pançe Toshkovskit nuk i mbrojti. Ka pasur 12 denoncime për 2 vite për dhunë familjare, fizike dhe psikologjike ndaj Ivanës. Sa gra raportojnë dhunë në familje, ndërsa institucionet nuk reagojnë me kohë dhe në mënyrë të duhur. Shukova u ndal edhe te raste të tjera që kanë tronditur opinionin publik. Ajo theksoi se në Veles një dhënues serial mori 2 jetë, ndërsa prej 6 muajsh po zhvillohet një hetim paraprak nëse 11 policë kanë vepruar në mënyrë të duhur. Në rajonin e Kumanovës, në Staro Nagoriçani, një vrasës serial mori 5 jetë grash. Për 2 vite janë injoruar denoncimet e banorëve. Sërish dështimi i MPB-s. Ajo kujtoi edhe tragjedinë në Koçan, ku humbën jetën 64 persona, duke vlerësuar se ministri po përpiqet të shmangë përgjegjësinë. Ai bën gjithçka për të larguar përgjegjësinë nga vetja, organizon tubime me histori boshe, se do të mbrojë 24 orë, i thërreti institucionet, ndërsa vetë drejton një institucion. Gjithçka është propagandë, askund nuk ka përgjegjësi. Në prag të ditës ndërkombëtare të gruas, 8 marsit, ajo bëri thirrje për një reagim të fuqishëm kundër dhunës dhe dështimeve institucionale. Forumi i gruas i LSDM-s paralajmëroi marsh protestues në Bogdanci, ndërsa njëkohësisht mbështet edhe marshin qytetar në Shkup.